tër atë mundësinë që të kemë një lloj hegemonie nga njëra apo pala tjetër. Dhe kjo më duket që tregon që edhe në këtë sistem të tillë i cili projektohet në Bielorusi, do jetë për momentin mendoj jo vetëm aspekt psikologjik për vendet ose pjesën perëndimore të Unionit Evropian, por do jetë ndoshta edhe momentumi i cili po që se kemi gradim të situatës, për shkallëzim të situatës, mund të jetë nevojshme që pastaj ma letë distancat të shkurtohet. Mos të harrojmë, Ukraina ka rëndësi për atë që zgjerimin natës dhe hyrja kapaciteteve të tyre në Ukrainë, për shembull, po që se një goditje ndaj Moskës do të ishte dikon 7-8 minuta me hyrjen e sistemit të natës për brenda, ose ta marrum në pjesën lindore të Ukrainës, atëherë do të shkurtohej goditja për Moskën 3-4 minuta. E qartë, zoti Bilali, të kalojmë tek një tjetër çështje. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndërmarrë disa përpjekje diskrete për të bllokuar këtu shitjen e avionëve luftarak F-35 nga Shtetet e Bashkuara drejt Turqisë dhe Arabisë Saudite, duke shmangur kështu sipas tij edhe çdo përplasje publike me presidentin amerikan Donald Trump. Dhe pyetja është se sa serioze është i gjithë ky shqetësimi i Izraelit për shitjen e F-35 ndaj Turqisë dhe Arabisë Saudite dhe si mund të ndikojë në një ekuilibër ushtarak në lindjen e mesme? Ndikon shumë dhe ne më tani të gjithë e dim, nuk është ndoshta ndonjë zbulim që mund të krenohet njëri, por dim gjithë destabilitetin kush e prish në lindje të afër dhe në përgjithësi në lindje të mesme. Kjo tani është masë e qartë, por balansat po ndryshojnë në lindjet të mesme, mund të them në përgjithësi. Deklaratat e tilla të cilat, mund të them, Arec ka një publikim jashtëzakonisht të mirë se çka mundet dhe çka nuk mundet Izraeli. Mendoj që sa i përket programit F-35 që është dakordim amerikano-turk, me që marrja sistemit S-400 të Triumf nga rusët ka prishur. Dhe thotë e marrëveshja që ka qenë më hershme, me cilat ka një ballafaqim dhe ende vazhdon si lloj kushëzimi. Meqense Kani është prototip prodhimi i avionëve turq, edhe pse në gjeneratorë mund të them 4.55, por do jetë mund të them si zavancim, por F-35 është ndoshta ai i natit turk që dëshiron ta ketë atë çka janë dakorduar me amerikanët, por mendoj që Izraeli frikën më të madhe e ka në aviacion, kundërshtarin më të madh, momentalisht edhe ka Turqinë në lindjet e mesme. Dhe këtë di mirë, dhe ky është ai rreziku i tyre. Ata dinë që në rivalt në raport me Egjiptin, i cili nuk qëndron edhe ashtu dopt, por ka probleme me çështjet të elitave politike dhe shtetërore, por kjo është problematika me cilën Egjipti ballafaqohet, por është, mund të them, meqense ka arritur që të krijojë disa kontrata me jo të ripartiri kontratat me F-16 amerikan për Egjiptit, por arritur që me jotin kinez 10C dhe 17. Dhe në këtë drejtim mos flas më për Iranin, i cili ka marrë, më them, flotilën e Su-35 dhe është paraqitur edhe përmes filmimeve që janë shfaqur edhe në medium ndërkombëtare. Por Turqia është një aspekt i cili rrezikohet që të jetë faza arshme e përdeshjes me Izraelin. Dhe këtë dinë, dhe këtë është problemi që në Gaza çdo kush mund të tolerohet të shkojë në Gaza si trupa paqëruese, ta mbikëqyrin atë planin e paqes së Trumpit. Por që se hynë Turqit, atër Izraeli me të vërtet e ndjen veten që ka të bëjë me një ushtri që jashtëzakonisht është profesionale dhe de facto e vërteta qëndron këtu.
Po, dhe kjo është ai problemi, do thotë sa i përket programit F-35. E qartë, për zotë Bilali, pse Netanyahu po zgjedh një qasje diskrete dhe jo një përballje të drejt për drejt me presidentin Donald Trump, pra cila është e gjithë strategjia diplomatike që po shndron pas kësaj? Po sigurisht ne kemi për shemb brenda në fazën e parë brenda as 2 muaj ka pas 500 thyrjet dhe thyrjet e pushimit. Dhe këto aktivitetet e IDF-it izraelit kanë vazhduar dhe me vrasin bli ka pas reagim, duket edhe nga vetë Sven Witkoff dhe Kushner, dhëndri i Trumpit në raport me Netanyahu. Do thotë ekziston një, mund të them ndonjëherë një konfrontim mes Trumpit dhe Netanyahu, edhe pse duket bukuri lehtë tregon qartë seriozitetin e asaj, sepse Netanyahu ka probleme të brendshme me të cilat kërkon të bëhet amnesti sipas ligjeve, sepse Izraeli nuk ka kushtetut, ka ligj themelor, ligjin bazik, i cili përmbledhet me disa ligje të cilat normativa të tyre jap drejt presidentit Herzog, Isaac Herzog të bën ligjore të jap falje amnesti për ato afera korruptive të cilat ballafaqohen në përgjigj Netanyahu. Dhe kjo tëra tregon që raportet mes Tel Avivit dhe Washingtonit janë ndonjëherë në pikën më të mirë, ndonjëherë fillojnë të qahen, por ende prezenca dhe mundima amerikane në raport me Izraelin është jashtëzakonisht e fuqishme dhe kjo ka filluar të bie, por në administratën, mund të them sidomos në çdo administratë të re apo të vjetër, cikli i ndihmave rreth Izraelit nuk ndryshon. Dhe kjo sigurisht do të bëjë situatën më të brishtë, edhe pse plani strategjik i sigurisë nacionale amerikane i hartuar nga Trumpi nuk ka më ndoshta prioritet aq të madh lindjen e mesme, por sidoqoftë prapë mendon që me arritjen e marrëveshjeve Abraham dhe futjen në Siri të atij konceptit për të arritur një paqe mes Al-Sharës, e cila është vështirë të arrihet thënë drejtën, për marrëdhëniet Izrael-Siri, dëshiron që këto akte të kryej, por gjokeri vetëm në këtë drejtim është Turqia. E qartë. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur pyetja e fundit, cili është roli që mund të luajnë këtu edhe zyrtarët amerikanë skeptik ndaj Turqisë, si për shembull edhe Marco Rubio për ruajtjen e avantazhit ushtarak të Izraelit? Sigurisht, shef mund të them shija, ai ka treguar ata pa qenë sekretar shteti që ka raporte dhe mund të them një lidhje të ngushtë dhe simpati për Izraelin. Ndikimi i lobit kuptohet jashtëzakonisht e fuqishëm në SBA, i cili mund të them përcaktues edhe për presidentin amerikan. Jo vetëm në raport me Rubin apo me figura tjera. Izraeli ka problem pak a shumë dhe godet ambasadorin Barak në të SBA-ve në Turqi, në Ankara, i cili disa herë ka treguar që pa Turqi nuk bën. Dhe në vlen një fjali e tij e cila thotë ka dhënë fjalën me Trumpi, Erdogani që trupat turke do jenë në Gaza.